në mbrojtjet gazetarëve. Këto, imagjinoni, edhe këto që interesojnë direkt gazetarët, mediat e qeverisë i censurojnë. Shtohet pa kërësisht. Mekanizëm specifik llogaridhanie, policia dhe prokuroria emërohen si organe përgjegjëse ndaj përsekutimit apo ndjekjes gazetarëve. Ndikim disproporcional pakisat dhe zonat brendëtare. Asnjë fjalë për pakisat. Dhe për grabitin e pronave të tyre, asnjë fjalë. Në Majë kërkohet ndikim ka ndikim disproporcional në zonat ku banon numri i madh personash pakisave kombëtare, në zonat me vlerë të lartë ekonomike dhe zonat bregdetare. Me një fjalë, denoncon një tendencë për t'ja u plaçkit dhe grabit pronat me preferencë minoritarëve. Sepse ata ikin, kanë ikë. Nuk ndodhen dhe këta kanë bërë me qindra falsifikime, mijëra falsifikime me akshin në regjistrat kadastrale. Afati. Për afat, në Shkurt vetëm qëllimet në mjeme, kurse në Majë kërkohet demonstrimi i progresit të prekshëm në rritje deri në tremujorin e vitit 2007 për regjistrimin e parë të pronave. Është shtuar, s'ka ekzistuar kërkuar. Shifeni. Afat specifik ndërmjet midis qëllimeve ekzistuese, dallimi, dhe monitorim i rrept, premton raporti. Shpronësimet kompensimi i drejtë. IBA. Shpronësimet kompensimi i drejtë nuk përmendet fare në Shkurt. Nuk ekziston ky shqetësim për Shkurt. Koela në pozicion e përbashkët tani, që paraqitet në Këshillin e Ministrave, s'pari në Këshillin e Ambasadorëve, këto 2 ditë, pastaj në Këshillin e Ministrave, kërkon që shpronësimet me emër të interesit publik të shoqërohen me kompensime të drejta për pronarët e ligjshëm. Kërkohet klasifikim i qartë i pronave dhe jo arbitraritet siç bën Edi Rama. Është shtuar. Me një fjalë, kanë shprehur një shqetësim të madh për abuzimet masive që bëhen në pronat të Shqipërisë. Sidomos në zonat delikate bregdetare. Tani tjera. Arsimin gjuhën e pakisave, s'përmendet fare, një kusht i domosdoshëm i konventave ndërkombëtare që ka firmosur Shqipëria dhe që Shqipëria e zbatonte. Ka bërë 13 vizita në Shqipëri. Ish ministri i jashtëm i Hollandës, komisioner për pakisat i OSB-s, për arsimin e pakisave dhe ka konkluduar se Shqipëria ka përmbushur të gjitha kriteret e OSB-s për arsimimin e pakisave. Kanë bërë regres, kanë mbyllur shkolla, s'kanë mësues, fusin elektricist me dhanë gjuhën, janë të gjitha këto qasje në arsimin në gjuhët e pakisave duhet garantuar pa parakusht të shtesë.
ose interpretime tepër të strikte të pragut të popullsisë. Shumë e drejtë. Se kjo është një mënyrë shpopullimi. Është një popullsi e vogël që sjellin në shkollë dhe ata janë bafë. Të shkojnë në vendet nga janë e origjinës, ata janë shqiptarë, po të shkojnë pastaj se do humbasin çdo gjë. Dhe kjo do thotë se edhe reformën që do bëhet dhe në të gjitha qëllimet, Shqipëria duhet të ketë parasysh konventat që ka firmosur për të drejtat e pakisave. Integriteti i policisë, reforma e detajuar. Tjetër çështje. Në shkurt thuaj, nevojitën përpjekjet më teshme për të adresuar çështjet e integritetit në polici. I këshilla përgjithshme. Jo, nuk kalon. Në Koela, i barë, kërkon hapa vendimtar dhe të qëndrueshëm. Kontrollet vazhdueshme dhe të plota nga Agjencia Mbikëqyrjes së Policisë. Adresimi i numrit të lartë të rotacioneve dhe emërimeve meritokratike. Me një fjalë, emërimet në policinë e shtetit nga drejtori i përgjithshëm policie e poshtë është bërë tashmë e njohur në Bashkimin Evropian dhe në botë se bëhen nga kartelet e drogës dhe organizatat kriminale. Urdhoni pra. Ndryshimet e ardhshme ligjore, luftën kundër kriminalitetit. Në shkurt thekson rëndësinë që ndryshimet e ardhshme ligjore të jenë koherente me planet. Jo, Koela thekson. Nxit Shqipërinë të sigurojë ndryshimet e ardhshme ligjore duke avancuar luftën kundër krimit të organizuar. A mund të imagjinoni ju një raport që nuk duhet kërkonte luftën kundër krimit të organizuar? Sigurisht që Koela nuk e pranon, nuk e gëlltit këtë. Nuk e ka përsen këtë sepse Shqipëria, kartel të saj drogës dhe organizatat kriminale janë rrezik për sigurinë e rajonit dhe të Europës. Ndaj dhe ndale. Ndalet. Nxit Shqipërinë të sigurojë ndryshimet e ardhshme ligjore duke avancuar luftën kundër krimit të organizuar. Zëvendësohet fjala thekson e shkurtët me fjalën nxit. I prag i lartë krejt tjetër. Ndryshimet duhet avancojnë aktivisht në luftën kundër krimit. Pra, nuk janë ato që duhet. Zbatimi i kontratave dhe normalit shtetërore. Siguri juridike e dobë dhe informalitet i lartë ekonomik thuhet në raport të shkurt në faqe 25. Kurse në raportin i barë të 21 majt lezohet. Vështërsi me zbatimin e ligjit kontratave, të drejtave të pronës, mangësi, transparence dhe llogaridhanie e normaleve shtetërore. Imagjinoni ju se sa kuptim të gjerë ka ky konstatim që duhet quajtur konstatim akuz. Po për një moment përthuroni, cili është ai investitori huaj që vjen në një vend
ku ka vështërsi me zbatimin e ligjit të kontratave. Alfa. Ku ka vështërsi me zbatimin e të drejtave të pronës. Ku ka mangësi, transparencë dhe llogaridhënie në ndërmarrjeve shtetërore. Ku Lubi Balluku, një monstër e korrupsionit, edhe pasi krijojnë bursën e energjisë, tendrat i bënte në zyrat e saj, sepse virte me thes për Edi Ramën dhe veten e saj. Imagjinoni ju, kurse lindat mirrin pegje në mënyrë që Arman Frangu të fitonte të gjithë tendrat. A mund të imagjinohen këto? Ja ku i kemi. Ja ku janë. Ka pra një goditje shumë të rëndë të realitetit ekzistues. Dhe ka një mirënjohje të madhe për qëndrimin ndaj gjithë këtyre problemeve. 25. Sektori ndërtimit dhe pasuritë e paluajshme. Asnjë fjalë në shkurt. Zero. Rofshin kulla. Po jo? Ja që ka një tjetër i barë, tjetër Koelha. Koelha thot, Shqipëria duhet të trajtojë shërbimet ekzistuese në sektor të pasurive të paluajshme dhe industrisë ndërtimit si pasojë e korrupsionit, titujve të paplot pronësisë, dobësive në kuadrin ligjor, transaksioneve jo financiare, është fjala jo bankare. E kuptoni ju tani? Pra, nga Brukseli nzi figura e Edi Ramës dhe Adelaida Rocco. 2. Kryemafiost e larjes parave të klaneve më të fuqishme të drogës në Europë dhe në botë. Dhe në më të fuqishme në botë. Këto janë. Nuk ka transparencë. Nuk ka shpëtuar raportit. Ja këto kullat që u thurin dhe lakej, puthador të qeverisë, shkruaj dhe poezi për to. Nuk mjaftohet. Në maj kërkohet monitorim i aksesueshëm nga publiku i udhëfyeshve. Të fshehura të gjitha ndaj publiku, gjersot. Dialog i plot dhe gjithëpërfshirës me të gjitha palët e interesit. Pra, Koelha shton detyrimin e për transparencë publike. Zgjeron me shoqërinë civile dhe të gjitha palët. I jep një goditje fatale për pjekës e Edi Ramës për ta pronësuar procesin e integrimit, themelor të integrimit. Standardet, zgjedhje dhe mbikëqyrja parlamentare. Në shkurt një gjuhë përgjithshme. A tani s'ka më ashtu. Zgjedhje kërkon zgjedhjet plotësisht në përputhje me rekomandimet e SBO-dit. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Ndaj dhe krijimi i qeverisë teknike, këtu nuk thuhet, por e drejta e atyre që luftojnë për zgjedhje, plotësisht përputhje me rekomandimet e SBO-dit, është legjitime.
llogaridhanie dhe efektivitet duke përfshirë mbikëqyrjen dhe funksionet e tjera të parlamentit. Opozita s'ka mbikëqyrje. E ka bllokuar Niko Qeleshi, vasali e Dirams. Në fakt, e nderova me mbjemën qivura, se ka të mirë bollë Peleshi. Qeleshi është më nderë, ma shumë më mirë. Pra, si të shini, bëhet standard, shtrohet në standard nga Koela. Pajtueshmëria e plot me Sobeodiri dhe funksionet mbikëqyrëse të parlamentit. Asnjë komision hetimor s'kan lejuar gjërë sot këta. Shakaxhit. Dhe prandaj fshihet raporti nga media. Gjykata kushtetuese dhe imuniteti, se këto janë pozicionet e përbashkëta të të gjitha vendeve, përfaqësues të ekzekutivit dhe legislativit të frenohen nga ndërhyrje pa drejtë. Çfarë do thotë kjo ndërhyrje pa drejtë? Asnjë ndërhyrje nuk lejohet punë të gjyqësorit. Në shkurt, në maj, kërkohet zbatimi vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ja ku e keni Edi Ramën dhe Niko Peleshi. Nuk zbatojnë në absolute. Gjykata kushtetuese lanë fuqi vendimin për anullimin e Lubi Ballukut. Ajo vazhdo të çdo ditë shkon të zyrë dhe pinte kafen me Edi Ramën. Shite dhe filxanin, idhën dhe filxanin, se e të dy. Pra të frenohen nga ndërhyrjet pa drejta, se ndërhyrje pa mund të ketë ndërhyrje drejta, nuk ka ndërhyrje drejta. Nuk mund ndërhyrjet në punë të drejtësisë. Pra ashtu, zbatimin e gjykatës dhe zbatimin dhe aplikimin e standardeve europiane, sidomos atyre të Komisionit Venecias për vendimet me imunitetin, që i ka shkelur. A e keni parasysh ju një mafioze, s'mund t'i thush zonja saj, që ka emrin Olta Gjashka, ministre jashtme, dhe njerë ministre e brendshme, ministre e mbrojtjes, që udhton të kudo me 15.000 euro udhtimin me helikopter, se nuk mundoj me makina ajo. Ajo grabiti tokë publike të dërmi 10.000 metër katror. Dhe ajo është në parlament. E mban Edi Rama. Në kohë kur kushtetuta e nxjerr jashtë parlamentit atë. Pa mandat. Kryetari i Bashkisë së Marrës, që firmosi me dokumentat falsifikuar nga Olta Gjashka, është në burg. Kurse Olta përfaqëson Shqipërinë në Këshillin e Europës. Turpi dheut. Ja ku e keni Olta. Ja ku e keni Edi Rama. Nuk ka ekzistuar. Shikoni, se kanë tendencë si zvoglojnë, se jo pa kanë shtuar vetëm këto. Jo, kanë shtuar 30, kanë bërë 32 ndërhyrje kapitale, nga të cilat 14 ab initio, që s'kanë ekzistuar. Referimi antikorrupsion të SPAK, çfarë thuhet? Bepse është standard, benchmark. Sigurim në referimit të prokuroria dhe ndjekja e duhur. Mund të imagjinoni njëri që urdhonte që mos të shkelin dot në zyrat e qeverisë agentët e BKH-s. Dhe ky është Edi Rama. Çfarë thuhet në maj? Sigurimin e registrimeve
të qëndrueshme të referimeve proaktive dhe cilësore të prokuroria nga institucionet shtetërore në veçantë të SPA. Detyrohen pra, jo të fshehin, jo të mos i pranojnë, por përkundazi të dorëzojnë çdo dokument. Dhe, normal, që është normal, SPA-ku shpallet si destinacion kryesor i referimeve në standardin, pra janë detyruar të çojnë në SPA dokumentat gjëra të dhëna për të zbatuar standardin e kërkuar nga COELA, nga Bashkimi Evropian. Standard tjetër, zbatimi vendimeve gjyqësore. Në shkurt, thuhet, zbaton vendimet gjyqësore efektivisht, dëgjojmë çfarë. E kuptoni? Zbaton vendimet gjyqësore efektivisht qeveria e Tiranës. Absolutisht kurrë e vërtet. Çfarë thuhet? Zbatim efektiv dhe i menjëhershëm i vendimeve finale, duke njohur të drejtë e pronësisë së pronarit të mëparshëm, duke dhënë fund situatave të gjata të mospërmbajtjes, mos zbatimit vendimeve të gjykatës europiane të drejtave të njeriu. A e keni kurrë ju kur Edi Rama ra gjokë se thot se zbatojnë kurrë atë vendim? Çfarë banditi? Nuk njoh ligjin ndërkombëtar, thot në një kohë ku kushtetuta i jep përparësi ligjit ndërkombëtar raport me ligjin kombëtar. Dhe kërkon proces të rregull shponsimi. Pra, nga një të themi zbaton vendime gjyqësore efektivisht, apo të zbatoj vendime gjyqësore efektivisht, ka specifikuar një seri çështjes brenda jashtëzakonisht rëndësishëm, ku kërkon proces të rregull shpenzimi, zbatim të vendimeve të gjykatës ndërkombëtare, dhënie fund mos zbatimit, me një fjalë, identifikon një dështim të tmerrshëm në këtë fushë. Standardi tjetër, pakicat kombëtare. Zbatimi forcuar i legjislacionit mbi pakicat kombëtare. Thot në shkurt. Çfarë thonë pozicionet e përbashkëta të miratura nga COELA? Zbatimi plot dhe efektiv i ligjit për mbrojtje e pakicave kombëtare dhe të gjithë legjislacionit të tij dytësor. Ka probleme të mëdha me fjalë. I forcuar, i plot dhe efektiv, ligj specifik, gjuhë shumë e saktë, shumë e rreth. Dhe tani, e fundit, por jo për ka rëndësia, se është nga më të rëndësishmet në kapital, është kriteri ekonomik. Shqipëria plotëson, thuhet në shkurt, kriterin e qenjes ekonomik tregu funksionale. Mashtrim. Çfarë shtohet? Kërkon mjedis biznesit të qëndrueshëm në konkurrencë të ndershme. Nuk është të nërtej. Po si është konkurrencë ndershme kur lindat e akshit të marrin peng? Çfarë konkurrencë ndershme është kjo? Çfarë konkurrencë ndershme është kur ke përjashtuar nga tendrat çdo ofertues të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, nga tendrat e rëndësishme. Kur analiza e Tender Europe, nga viti 2010, tregon se në vitet e fundit asnjë kompani europiane nuk fiton tendra në Shqipëri. Çfarë konkurrence që nga kjo?
po monopolet, po prokurimet sekrete, me qina nga 18 prokurime që ka patur në 8 vite më parë, që ishin të gjitha shërbimit informativ dhe prokurisë. Janë sot mbi 600 vepër e lindave të Akshit. Pra, kërkon konkurrencë të ndershme, transparent dhe llogaridhënie të marrjeve shtetërore. Ato të marrin pengë. Marrjet shtetërore të marrin pengë. Kërkon reduktim të informalitetit dhe kuadër fiskal të parashikueshëm, jo ndëshkues preferencial siç është sot. Me një fjalë, kushtet të ekonomia janë shumë të fuqishme. Konkurrencë ndershme, transparencë tendra, luftë kundër informalitetit dhe transparencë fiskale. Tani, ju lutem qytetarë dhe qytetare, gjykojeni vetë se çfarë përfaqëson censura e censurimi i këtij raporti nga Edi Rama me mafjen e tij, është një krim madhor shtetëror. Ndaj dhe unë gjykova të bëj transparencën e plot të një raporti në të cilin realiteti shqiptar paraqitet me realizëm dhe i prap jo pa ndonjë kursim, por edhe një herë këtu një mirënjohje të gjitha vendeve anëtare që kontribuan në përcaktimin e këtyre pozicioneve të përbashkëta që janë interesi më i mirë, më madhor i shqiptarëve dhe i procesit të integrimit tyre të bazuar në merit dhe jo lobime korruptive në Bashkimin Evropian.